ideja ka ardhur domethënë para 2 viteve, 30 mars 2023, ku në qytet veç klubi vjetër vetëm ndodhi çka ndodhi, kështu që na u mbledhën me shok edhe diskutuam edhe me njerëz, me ish lojtar, me shok, edhe diskutuam që duhet me hap një klub. Kështu që morëm hapa, pastaj hapëm klubin edhe vazhdojmë tutje deri tash, domethënë deri këtë ditë që kemi ardhur. Kreptan prej fillimit kemi punuar vazhdimisht intensiv, domethënë ka pas njerëz që kanë ndajë ndoshta edhe ka 8 orë sa për me punu për këtë klub, kështu që po mendoj se nuk është rastësi pse është gjithë ky sukses, po mendoj është punu për këtë ditë dhe vazhdon të punohet. Na jemi duke punuar edhe deri tash ka ecë shumë mirë, nëse veç inkuadrohemi në Super League, po mendoj që kemi me bëu një punë të mirë sepse kemi një plan afatgjatë, cilin do ta zbatojmë. Dhe po mendojmë që ajo ka me pas sukses në të ardhmen që na me kriju një farë stabilitetin Super League, pse jo tani më tutje nëse është vetëm kismet edhe ndonjë trofe diçka. Trofeu normal jemi të kënaqur me fitimin e trofeut, po lojtarët e dinë, na e dimë që kjo nuk ka qenë synimi ynë nga fillimi. Synimi i klubit është me u inkuadru në Super League dhe pastaj me vazhdu. Ajo kup normal që është e vlefshme për neve, po jo as sa është qëllimi kryesor, domethënë inkuadrimi në Super League. Lojtarët e Ravecët e dojnë basketbollin. Po edhe diçka tjetër qytetarët e Ravecët nuk na kanë lënë asnjëherë vetë. Sikur në Ligë 2 që kur kemi qenë, ashtu edhe në Ligë 1 nuk na kanë lënë asnjëherë vetë. Kanë qenë gjithmonë mbështetja jonë më e madhe, kështu që ata janë motivi i njerëzve që punojnë këtë klub që na me vazhdu, domethënë me punu drejt edhe drejt arritjeve të reja.